Në vari varën kemi vendosur që të themi një emër dhe ti na thuash fjalën e parë që të vjen në mendje për këtë emër. Okay. Dakor? Okej. Tani ç'është apo tani po e nisun. Emri i parë është Partizani. Legjend. Bukur. Emri i dytë është Gazdemi. Babaxhan. Nuk flet një llafet këshia për atë. Kujdes të miq. Emri i tretë është AF Elbasani. Një ekip pretendent për kampion. Bukur. Jonathan Lethia. Njëri i momentit. Fal, tani s'më merr pyetja. E mendon për toptar të sezon? Është më i mirë superior të sezon? Është pak e çuditshme topi i art në Shqipëri. Pse është i çuditshëm? Për shembull, sezonin që kaloi, ka precedent. Unë Bekimin e kam mik, shumë mik Bekimin, vale. Sezonin që kaloi, meritonte një mesfushor që kishte bërë 16 gola. Prit, kush? Te Ignatia, kush? Lushkja. Po Lushkja po. Lushke bëri 16 gola, mesfushor që të bëj 16 gola, unë kam që në 2001 që shoh kampionatin shqiptar. Kam parë mesfushor si Klot Dura në kampionatin Devi Muka që qenë mesfushor jo do si do dhe të bëj 16 gola është jashtëzakonisht shumë e vështirë për mesfushor. Pra për mua, kështu që varet sezoni, varet ku mund të jetë, sepse Lethia mund të jetë tani mund të iki 6 muaj siç iku Lushkja dhe harrosh. Harrosh në Shqipëri harrosh shumë shpejt. Kjo është problemi. Emri tjetër është Vllaznia. Shpresoj kampion. Pse shpreson kampion ka Vllaznin? Se di, më pëlqen, më pëlqen djem që janë aty, ekipi që ka bërë, mendoj që ka elementet më të mirë nga 3 ekipet që janë tani për luftë për titullin, sepse ekipi 4 edhe Partizani im nëse shkon do jetë shumë larg, kështu që shumë e vështirë për ta konkurruar për kampion. Edhe Partizani im ishte fjalë. Ecim. Partizani im është akoma është bukur. Emri tjetër Edi Martini. Fitimtar. Harrojmë ka fituar çdo gjë në kampionatin shqiptar. Ka fituar kup, superkup, kampionat me të utën, kështu që. Edhe Martini është nga ata që guxon ndaj ekipeve rivale në deklaratat. Partizani quheti një herë rival për mbijetesë, mrapa nuk i doli deklarata aq e mirë. E ke gjykuar për atë? Jo, se kam gjykuar fare. Me ata kemi diskutuar, kemi thënë që nuk mund të bësh, ishte në formë shakaje, nuk të bësh ironi ose shaka me Partizanin, sepse është gjithatë fituesi i kampionatit shqiptar. Pa. Kjo ishte e gjitha. Tirana. Ekipi krye qytetit, por që me gjendje shumë të dobët. Me gjendje të dobët sportivisht, financiarisht, çfarë? Nuk e di, unë flas për fushën. Një ndër ekipet e qytetit, siç është Dinamo, Tirana dhe Partizani, por që larg emri që pretendohet. Di që në pushim të pjesës parë, në derbin e fundit, ka pas tensione dhomët e zhveshjes. Tek ne? Jo. Jo tek ju, mes palve. Mes palve. E vërtet? Po, nëse s'do kishte tension, do më thojë pse ishte qetë. Kështu që duke qenë karakteristikat e mia që çdo mes pjesë unë jam tension, nuk besoj ke qenë në thujshë shumë ndeshje, në çdo ndeshje edhe brenda dhe jashtë, jam njëri i tillë që nuk pranoj asgjë, kështu që kam shumë qejf të bëj pak rrëmuj. Pra po, ka pasur tension pushim të pjesës mes Tiranës Partizanit derbin e fundit. Rivaliteti derbi. Nëse s'do ketë, pastaj për çfarë luajmë futboll? Kjo është gjithë ideja, ne luajmë futboll për pasionin e mbabi gjitha. Emri tjetër që kam është Refik Halil. Me që presidentin e Partizanit e pyetëm, kemi dhe... Është një njëri që ka dhënë shumë për futbollin e Tiranës, temi të drejtën. Ani nuk e di si është situata atje brenda, por ka disa vite që shpenzon për ekipin e Tiranës. Dhe gjithë të presidentet që shpenzojnë për futbollin duhet i respektojnë, sepse është shumë e vështirë të gjesh njerëz që hodhin lek nga familja tyne për futboll. Por po mendoja, se ti përgjigj po mendosh diçka tjetër unë. 8 vit superior në gjithë Skënderbeu me Laçin. Po. Skënderbeu ka Ernest Gjokën, Laçi kë kam stol. Në gjithë Shansoj. Shansoj është ekspert i futbollit shqiptar prej viteve. Jo po pyes, se ky xha njeh Laçin, por ne po pyes. Ecim. Ecim ishte mi. Uroj të dyve mirë se ardhen sepse i njohim të dy ekipet, kështu që respekt për të dy ekipet. I kanë munguar këtë vit, të mos harrojmë, kanë bërë futboll më të bukur. Jashtëzakonisht shumë bukur. Ne themi Ignatia, po Ignatia është 60% Laçi. 60% litrave të Ignatias kanë dalë nga Laçi, kështu që presim mirë sepse ka disa talenta vërtet mirë ke Laçi edhe këtë sezon. Emri i parafundit është Dinamo City.
Dinamo. Nëse më thua Dinamo, do thoja diçka ekipi qytetit ton, ku jetojmë, por Dinamo City Durrës, për mua nuk më shko shumë për shtatë, pavarësisht se këtë vit ka një ekip jashtëzakonisht shumë të mirë cilësor. Po. Me një trajner shumë të mirë. Po, mund të themi për shembull, si e thon, kapaciteti pa arritur ose Shgënjim. jo shgënjim, Shgënjim. Me lojtarët që ka, duhet të ishte vendin e parë ose dytë. Të them të drejtën, në mënyrën kur u bë në fillim, me lojtarët që ka, me trajnerin që ka, do të ishte akoma më lart. Ignatia. Fund cikli. Në kuptimin e parë të fjalës. Bukur. Lojtar, trajner, staf. dhe ky që po nis, tani ti nuk e komenton dot se ti je profesionist më, po flas me Florin unë. Ky që po nis me Nevil Deden, që është pak një zgjedhje e diskutueshme shumë nga tifozët e Rogozhinas dhe jo vetëm, Më thuaj ti që mund merr të mirë në kampionatin aktiv. Unë kam një mendje për shembull. Ç'është? Do t'i besoja për shembull, E përshëndes profesor Nevilin, shpresojmë të ketë sa më shumë. Patjetër, po them që në ambientin e futbollit janë dhe si pesimist njerëzit. Në shqiptarët, përgjithsisht në njerëzit shqiptar, nuk e themi llafin e mirë në fillim, do themi llafin e keq, bëjmë para për të keqës. Nëse themi 10 të këqija, një do dalë dhe do thotë njëri e kam pas thonë. Shiko, do kishte E kam pas thonë, do thotë njëri atë. Shive, thoja unë që zarri final Tashun e fojnë. disha unë do zemër. kishte shumë polemika, do kishte shumë polemikë nëse Kërnaja kalonte nga Partizani te Ignatia në këtë fazë tani. Ore prit fare do bëj epitet fundi para se ta mbyllim. Po. Se krye fjalë padyshim është tolerimet këtë javë. Për sa kohë ke qenë krye Partizanit, të ka rënë dikush në vesh që ore ti ja lëm këtit? Jo, fare. Te Partizani e them me vërtetën më të madhe, sepse shquam për njëri që i them gjatë në sy, nëse do kishte diçka do e thoja. Nuk ka pas asnjë lloj gjëje, asnjëherë. Madje shumë thonë edhe ndërhyrje, pas si lloj ndërhyrje, as si lloj gjëje, Se praktikisht kur Demi thotë që na duhet derbi para superiore, unë vetë i pari mendova thash. Atëherë janë na fiku. Janë euforizma momentale gjëra që president mund ta ketë thënë. Mund ta ketë thënë mendime sipër, por nuk është e vërtet fare, kështu që asnjëherë do i hedh poshtë unë deri ku të doni ju mund të flas për këtë pjesë të natën që s'ka do ketë të Partizani asnjëherë për këtë pjesë sa. Me aq sa kam arritur të njoh presidentin unë, aq sa kam arritur ta njoh, besoj kam arritur ta njoh. Në asnjë vend të botë, në asnjë moment të kohës nuk thotë që të bëj një gjë të tillë. Kështu që gjitha neshët kanë qenë vërteta, fair të luajtura. As ka kërkuar asnjëherë as dikush paksa tolerim ose diçka, thjesht fair, çdo gjë fair, ecim përpara. Para se ta mirupafshim, harrum një emër shumë të rëndësishëm te lista jonë. Jo, nuk e ke shkruar, jo. Olton Kërnaja. Ti the nuk flet për veta, për në këtë rast fol si njëri i tretë për vetë. Të flas për Olti. Në Olti një paksa i çmendur për futbollin që mundohet të ecë përpara me gjithë bryllat që janë të shumtë në futbollin shqiptar. Zonja e zotrinj, për herë të parë me zë dhe figurë, pas largimit nga Partizani, por dhe për detajet të ardhmes dhe jo vetëm, Oltion Kërnaja. Shumë faleminderit. Olti falenderojmë shumë. Shumë faleminderit. Sukses tani të shohim në një ekip tjetër superiores. Me kismet. Burojmë që intervistën tjetër ta kemi aty në pankim, fush, dhe më bukur akoma. Me kismet, ku do doni. Fa merë.